Ervin, të përshëndes, cilat janë dënat që ke mundur të sigurosh, kush janë dy të rinj të arrestuar dhe si funksiononte kjo shpërndarje lëndës narkotike nga e furnizoni? Në fakt, Kassandra, ka qenë një hetim prej afro 3 muajsh i sektorit të antitrafiqeve në drejtorinë e policisë të Tiranës, që kanë mbajtur në vëzhgim, por edhe me anë të agjendëve të infiltruar, duke bërë blerje të simuluara, që kanë çuar në arrestimin e dy 27 vjeçarëve, bëhet fjalë për Brail Dagën dhe Ronaldo Spahiun, të dy banues në zonën e Pezës. Arrestimi i tyre është bërë pranë urës dhe vendit të quajtur Ura e Beshirit, ku në automjet pra janë gjetur edhe sasia e lëndës narkotike, pra prej afro 1.2 kg kokain, të cilët dyshojnë se dy të rinj do ta ndanin dhe më pas ta shisnin në disa zona të kryeqytetit, pra në qese të vogla, pasi sasia prej afro 1.2 kg ka qenë e gatshme dhe gati për të ndarë në pjesë të vogla, se do shërbente pra edhe punojësve të tjerë të tyre, pasi po hetohet edhe për persona të tjerë të shpërndarjes së lëndës narkotike dhe rrjetit të tyre, pasi dy të rinj të arrestuar 27 vjeçar, pra Brail Aga dhe Ronaldo Spahiu, kanë pasur rolin e furnizuesve me lëndën narkotike. Sigurisht po hetohet edhe se ku kanë mundur që ta marrin lëndën narkotike, pasi është një sasi e konsiderueshme prej afro 1.2 kg kokain, ndërsa tashmë po hetohet si lidhjet e tyre, ndërsa ka rezultuar se drogën ata e shpërndanin kryesisht në zonën e Tiranës së Re, në kombinat, por edhe në Selit. Tashmë, dy të arrestuarit priten që të dalin në ditët në vijim para gjykatës, por edhe hetime që do të vijojnë në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës, lidhur me se si e kanë siguruar lëndën narkotike, kokain, por edhe persona që bashkëpunojnë me ta për shpërndarjen e kësaj lënde në Selit, në kombinat, por edhe në Tiranën e Re. Faleminderit, Ervin, për raportimin e drejt për drejt dhe gjitha dënat që ndave për të vijuar mëtej ka rënë në pranga.